listës. E morët emrin. E morët fjalën dhe folët 10 minuta. Neni 48. Çdo deputet ka të drejtë të flasë jo më shumë se 10 minuta. Deputeti nuk mund të flasë më shumë se një herë për thelbin e së njëjtës çështje dhe nuk mund të marrë nga koha e një diskutuesi tjetër. Sot nuk mund të dilni nga thelbi sepse jemi në këtë rendite. Ju lutem lironi foltoren, fjalën e ka zonja Klodiana Spaju. Jo, nuk paragjykoj. Për këtë pikë të rendit ditës, fjala jepet një herë, sipas rregullores, neni 48. Ju e morët fjalën for 10 minuta, ju lutem. Ja u shpjegoj mbas kësaj, jo këtu, se këtu s'ka kuptim. Këtu veprojmë sipas rregullores. Jashtë seancës ju shpjegojmë, meqense nuk ishit këtu, se si ishte situata. Dhe jam i sigurt që secili prej jush, po të ishte këtu, nuk do ta jepte fjalën pa asnjë shpjegim, edhe pa asnjë referencë rregullore. Lironi foltoren. Lironi foltoren. Po, një herë flitet, ose si kryetar komisioni, ose si diskutant. Neni 48 e rregullores. Urdhëroni, zoti Baçi. Dhe kjo ka qenë gjithmonë, nuk është se po aplikohet vetëm në këtë rast. Neni 48 e rregullores. Zoti Klliçi, ju duhet kontriboni për ta zgjidhur situatën si drejtues i grupit, jo për ta acaruar, sepse po të ishit këtu do shikonin që kam vepruar tërësisht konform rregullores. Jo, fjala nuk mund të merret forcërisht në asnjë mënyrë, sepse ai precedent shkatron seancën parlamentare. Fjala për zonën Klodiana Spaju. Urdhro? Ju lutem uluni. Fjala nuk transferohet se relator. Relatori ishin dy, zonja Ana Nako, zoti Luan Baçi, më falni. Ju nuk pranuat si relator dhe e mori fjalën relatoria zonja Ana Nako. Po pra dy jeni. Kush është? Jo ishit ju. Relatorin ju lutem tani. Ju lutem. Fjala jepet një herë. Fjala jepet një herë. Jo mos e krijohet precedent dhe pastaj mund të spekulojnë dhe të tjerët. Lironi foltoren. Lironi foltoren. Po shkelni rregulloren. Lironi foltoren, po shkelni rregulloren, e morët fjalën 10 minuta dhe nuk ju është refuzuar fjala në referencë të rregullores. U ngritët erën e dytë, thjesht tha dua të flas. Nuk mund t'ja jap fjalën pa referencën rregullore. Jo, nuk e kërkoj për replik. Zoti im që ju lutem mos spekuloni. Ju lutem uluni. Sketur? Okej. Sipas nenit 64 të rregullores, merrni masën e dytë disiplinore vrejtje. Vrejtje. Po e përsërisni. Sipas rregullores, nëse vazhdoni ta shkelni, merret masa e tretë. Ju hiqet edhe drejta e fjalës për ditën e sotme. Ju hiqet edhe drejta e fjalës. Ju lutem mos vazhdoni të shkelni rregulloren. Ashtu. Atëherë zoti Luciano Boçi në referencë të rregullores përjashtoheni nga seanca. Ju lutem lironi sallën. 5 minuta pushim derisa zoti Luciano Boçi të liroj sallën.